Me votat e deputetëve të Partisë Demokratike është zgjedhur avokati i popullit Endri Shabani, edhe pse në fakt PD-ja më vonë i tërhoqi këto firma, duket se Partia Socialiste dhe Partia Demokratike kishin një marrëveshje underground, pak kjo le të kuptohet edhe nga deklarata e zotit Berisha që tha nuk e ankimon në gjykatë kushtetuese vendimin e kuvendit për të emëruar si avokat populli Endri Shabanin. Për folur për këtë temë dhe disa tema të tjera, kam të ftuar në një lidhje direkte Alesia Balliun, juriste dhe po themi deri vonë një prej zërave më të rëndësishëm të opozitës. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Zonja Balliu, si e patë këtë procesin e votimit të Endri Shabanit, edhe pse në fakt PD-ja më vonë u tërhoq nga po themi firmat që kishte dhënë? Pash një keqardhje të madhe kur pash firmat e gjitha deputetëve të Partisë Demokratike për figurën e Indre Shabanit, pasi një ndër premtimet e Berishës në foltoret e tij ka qenë lufta ndaj Sorosit, edhe pa diskutim ka qenë goditja e Sorosit dhe shpallja e tij non grata në Shqipëri në momentin që Partia Demokratike do të vinte në pushtet, duke rënë sërish në kontradikt me çdo premtim që ka mbajtur, që nuk ka mbajtur Sali Berisha dhe që ka bërë publik për demokratët, për t'i hedhur syve, sërish rezultoi një gënjeshtër dhe një mashtrim i radhës. Si ka mundësi që gjithë këto deputet kanë qenë të pavetëdijshëm për çka kanë firmosur? Si ka mundësi që kjo forcë politike është kaq e çrregull? Si ka mundësi që kjo forcë politike pretendon që nesër të vinë pushtet ku deputetët e saj nuk dinë për çfarë votojnë? Madje mua më ka ardhur qeshur sepse kam krahasuar dhe diku tjetër me këtë punën e kredisë për hir të vërtetës, është se ajo kredia që ti kam merr një kredi për shtëpi dhe mbas një muaji ti shkon te banka dhe thuaj unë më thuj nuk e dua më këtë kredinë edhe do të tërheq firmën, edhe puna e deputetëve të Partisë Demokratike. Ne duhet ta kuptojmë që atë rrezë është ka ta nisur PD-ja, saqë patën shansin të zgjidhnin avokatin e popullit dhe nuk arritën të dakordsoheshin për 2 emra ose për 3 emra që t'i çonin kuvend dhe ta hidhnin në votim. Por ato preferuan sërish të bënin këtë trupun edhe të bënin bashkëpunimin me Ramon dhe pa diskutim që kemi sot avokat populli Endri Shabanin. Si e shikoni këtë përplasjen që ndodhi në kryesinë e Partisë Demokratike me Saliani dhe Flamur Nokës? A kishte të drejtë Saliani në këtë mes? Saliani është në të drejtën e tij legjitime që të dëgjojë zërat kundra, është në të drejtën e tij legjitime të bëj takime me anëtarë të Partisë Demokratike, është në të drejtën e tij të kërkojë zgjidhje për forcën politike ku ai ka aderuar dhe pa diskutim që ka bërë dhe burgun për Partinë Demokratike. Pa diskutim që kjo gjë nuk i pëlqen kupolës drejtuese, që është zoti Noka dhe pjesëtarë të tjerë aty, pasi kjo i cënon ata, pasi ata nuk kanë votë popullore dhe janë aty të zgjedhurit e kryetarit dhe nuk janë të zgjedhurit e popullit. Dhe fakti që Saliani mbush sallat plot me njerëz edhe duke mos qenë deputet i parlamentit aktualisht dhe paaftësia e Flamurit me shok për të mbledhur qoftë 50 veta, lën shumë hapësirë për diskutime, lën hapësirë për xhelozi dhe pa diskutime që hedhë dhe shpifje ndaj figurës Ervin Salianit në mbledhjet kryesisë, sepse ato duan ta mbajnë ato pak pushtet centralizuar tek rreci i ngushtë familjar i Berishës dhe mos kërkojnë zgjidhje që kjo forcë politike të jetë një alternativë qeverisë së nesër. Zonja Balliu, si e pat vendimin e gjykatës kushtetuese për të rikthyer në detyrë Belinda Ballukun? Në pash të drejt e kam cituar dhe rrithem që nini 7 i Kushtetutës Republikës Shqipërisë flet qartë për ndarjen e pushteteve legislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori dhe pa diskutim që asnjë gjykat nuk ka të drejtë fusi hundët tek gjyqësori dhe këto pezulloj, pasi si dekretimi, si heqja e ministres bëhet nga presidenti, propozohet nga kryeministri, nuk mund të fusi hundët gjyqësori tek ekzekutivi.
Prandaj duhet respektuar ndarja e pushteteve në mënyrë që ne të kemi një shtet të rregullt ligjor. Këtë ta them si avokate, pastaj nga ana politike jam totalisht dakord që zonja Balluku nuk duhet qëndrojë aty dhe duhet japi dorëheqjet menjëhershme. Pasi për mua politika është moral dhe në momentin që ti je pandehur, pa diskutim që duhet lësh drejtsinë të veprojë dhe derisa ajo të japi një verdikti nuk duhet mbash kuste shtetërore. Por që nga ana juridike pa diskutim që jam pro gjykatës kushtetuese, kam shumë para dhe normalisht dhe tani shodaj qëndrimi kam po të njëjtin qëndrim. A ishte vendimi i gjykatës, po themi, për pezullimin e zonjës Balluku edhe pika e konfliktit mes kryeministrit Rama dhe BK-s, pasur parasysh për plasjet e fundit? Unë nuk e shoh si të tillë, pasi për mua ligji është mbi politikën dhe pa diskutim që kushtetuta duhet japi vendim sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë dhe çdo person ka të drejtë ketë një proces të rregullt ligjor. Në një shtat i kushtetutës e specifikon qartë asnjë këtë pjesë, por SPAK-u mund të vazhdojë hetimet të pa diskutim ndaj saj dhe të kërkojë me shkresë në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë heqjen e imunitetit zonjës Balluku dhe pa diskutim që mund të marrë masa të tjera nëse e shef që ajo rrezikon në fshirjen e provave apo lëvizjen e saj jashtë territorit shqiptar. Kështu që në këtë kontekst unë nuk e shoh si mbivendosje të Ramës, pasi Rama e pësoi herën e parë me çështjen e Veliajt ku mori shkarkimin dhe më mbrapa Veliaj e çoi në kushtetuese dhe kushtetuta i dha të drejtë, hera ai thjesht ndoshi rrugën ligjore duke çuar vetë në kushtetutë dhe la gjykatën që të shprehë me vendim për rastin fjalë. A prisni që zoti Rama të mbaj Belinda Ballukun edhe, po themi, në vijim? Kjo është një çështje që i përket zotit Rama dhe është një vendim i tij, por që siç ta thash dhe ta rikthejm në kontekstin tim, zonja Balluku duhet japi dorëheqjen dhe duhet lëj drejtsinë të veprojë derisa drejtësia të flasë, ne duhet vetëm të presim. Pastaj çështjet personale të zotit Rama me kabinetin e tij qeveritar janë ekskluziviteti i tij. Por nga ana morale, politike, ajo pa diskutim nuk duhet të qëndrojë asnjë sekond në detyrë. A prisni që Partia Demokratike të ketë protesta mbar popullore me popularitet të madh, pasi Sali Berisha ka bërë thirrje që të ketë protesta dhe ka vendosur edhe një datë për protesta. Pra si e shikoni këtë lëvizje, një lëvizje që do ketë E shoh një lëvizje dëshpëruese, por nuk mendoj që Sali Berisha ngjall më shpresë, sidomos mbas votimit të avokatit popullit për Indri Shabani, karta morale politikës praktikisht ka rënë dhe është një opozitë e cila nuk frymëzon, është një opozitë e cila nuk mban asnjë premtim, është një opozitë e cila duhet riformatuar, duhet rinovuar, duhet riorganizuar. Dhe pa diskutim që PD-ja pa parë veten, pa bërë një analizë me veten, si për humbjen e zgjedhjeve të 11 majit, si për humbjen e zgjedhjeve lokale dhe si për një rigjenerim të kësaj partie nuk mund të jetë zgjidhje, sepse kur ti ke një konflikt të brendshëm tek partia jote, kur ti nuk u zgjedh dot avokatin e popullit dhe deputetët e partisë tënde nuk dinë se çfarë votojnë, ti nuk mund të frymëzosh popullin dhe nuk mund të jesh i denjë për të qeverisur nesër. Kështu që pa diskutim unë nuk e shoh që protestat e Partisë Demokratike do jenë të qëndrueshme pasi kauza morale e tyre ka rënë, por kjo nuk do të thotë që kauzat për protesta ndaj qeverisë mungojnë, sepse dhe ato kanë një kauzë të vërtetë dhe unë përshëndes çdo person i cili është aty që po qëndron opozitë dhe po lufton kundër sistemit. Por Berishën praktikisht e shoh në bashkëpunim me sistemin, nuk e shoh kundër sistemit. Zonja Balliku, faleminderit për intervistën. Për hir të vërtetës ta thoja edhe këtë të fundit, me gjithë këto skandale që ka pasur qeveria Rama, praktikisht duhet kishte rënë dhe në shesh duhet ishte ngritur populli dhe rrugët duhet mbusheshin me protesta masive, por ky është një defekt që aktualisht e ka opozita sot dhe opozita nuk frymëzon, prandaj njerëzit nuk janë në shesh. Ju falenderoj. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.